Pas përjashtimit nga Big Brother VIP 5 pas daljes nga muri, Kristi Lama ishte në studio ku foli për largimin e tij nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Ish-banori është shprehur se këtë herë ai ka zgjedhur veten e tij duke i besuar logjikës dhe gjithashtu ai ka kërkuar falje publikut pas daljes nga muri. Është një shtëpi jashtëzakonshme, ka disa momente të jashtëzakonshme. Edhe unë e kam thënë kur bëra monologun. Herën e parë zgjodha familjen time edhe produksionin, edhe herën e dytë publikun, edhe herën e tretë zgjodha veten time. Ishte një zgjedhje, i besova logjikës time, edhe ashtu vendosa, edhe nuk do të doja kur që ky publik që mua më ka mbështetur, edhe unë ndjeva dashurinë, edhe nuk do të doja që të kishe një ndarje kështu me publikun. Loja nisi me Kristin, edhe u zhvillua çdo gjë në lojën time. Edhe kisha skema për banorët, edhe jo një, po 3 skema. Nga dera vetëm hyje për Kristin, tha Kristi. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.